Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe dërgojmë salavat dhe selame mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjitha ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Shikues të ndershëm, vazhdojmë me emisionin e radhës nga seriali Nën hijen e besimit. Dhe jemi në kapitullin e imanit tek ehli suneti, e besimit tek ehli suneti. Jemi në pikën e radhës e cila është prej gjërave në të cilën i gjithë ehli suneti janë dakord, ajo është se nuk lejohet që të themi për dikënd se është xhenetli ose xhehenemli pos për atë që ka argument. Nuk lejohet që të themi për dikënd i cili është prej ehlul kibles, pra prej umetit ton, se është xhenetli ose xhehenemli përpos për atë që kemi argument prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe argument për Allah subhanahu wa ta'ala kemi për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kemi për 10 të përgëzuarit me xhenet, për të cilët na ka informuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se ata do të jenë xhehenemli. Po ashtu kemi për luftëtarët e Bedrit. Luftëtarët e Bedrit të gjithë janë xhenetli, pra janë prej banorëve të xhenetit. 10 të përgëzuarit me xhenet, luftëtarët e Bedrit dhe ata që kanë marrë pjesë në marrëveshjen e Bejatur Ridwan, në marrëveshjen e Bejatur Ridwan. Dhe ka edhe disa raste tjera individuale të sahabëve të cilët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka përgëzuar me xhenet, siç është rasti i Bilalit radiallahu anhu, për të cilën pejgamberi alayhis salam i ka thënë një ditë: o Bilal, çka vepron ti prej veprave nafile, sepse unë i kam dëgjuar sandallet e tua në xhenet. Bilali radiallahu anhu tha: ja Rasulallah, une e kam zakon, tha, që çdo herë që marr abdes i fali 2 rekate nafile. Pra çdo herë që merr abdes i falte 2 rekat nafile. Argumenti i kësaj është se pra edhe Bilali radiallahu anhu është prej të përgëzuarve me xhenet. Po ashtu Ukasheja radiallahu anhu, Ukashe radiallahu anhu, që është në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur thotë se 70.000 do të futen në xhenet pa llogari, pa u marrë në përgjegjësi, po do të futen direkt në xhenet. Ata të cilët nuk kërkojnë rukje, nuk besojnë në bestitni, nuk shërohen me zjarr, dhe ata të cilët mbështeten sinqerisht dhe me të vërtetë në Allahun subhanahu wa taala. Këta janë ata të cilët do të futen në xhenet pa llogari. Atëherë Ukashia radiallahu anhu tha: ja Rasulallah, lutë Allahun që të më bëj mua prej tyre. Pejgamberi alayhis salam tha: ente minhum, ti je prej tyre. Dhe kjo është argument se ky njeri është prej xhenetlive. Ajo që do të them është se nuk lejohet që ne të themi filani është xhenetli ose xhehenemli, përpos për atë që kemi argument nga Kurani ose nga hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është akidja e ehlusunetit, se nuk thonë, po qofshin edhe njerëz shumë të mirë, qofshin edhe dietar të mëdhej, nuk themi se 100% është në xhenet. Mirë po, shpresojmë për të mirin dhe kemi frikë për të keqin. Pra në bazë të asaj që e shohim prej gjendjes së tyre, ai që është në gjendje të mirë shpresojmë për to se është prej xhenetlive. Mirë po, nuk e dim 100%. Po ashtu ai që është në gjendje të keqe, shpresojmë, faktikisht friksohemi mos është prej xhehenemlive, mirë po edhe këtë nuk e dim 100%. Dhe kjo është pra prej gjërave në cilat ehlusuneti njihet prej besimit të ehlusunetit, se nuk dëshmojnë për askënd
prej ehlu kibles se është xhenetli ose xhehenemli pos për atë që ka dëshmuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me kaq po përfundojmë ngjelenit përshëndetur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.